Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Falenderimet I përkasin Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin te profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Është prej ignorancës më të thellë, prej ignorancës më të keqe, prej mendjeletësisë më të madhe, prej logjikës më të dobët që njeriu të mendojë se ka ardhur në këtë botë kot, pas një qëllim, vetëm se ka ardhur në këtë botë për t'u dëfryer, për të luajtur dhe për t'u argëtuar. Kjo është prej ignorancës më të thelluar që është shumë e kritikuar dhe shumë e shpifur të mendon njeriu me këtë mendim të cekët dhe të dobët. Ndërkohë që çdo krijesë tjetër është krijuar me qëllim. Dhe njeriu po ta vendos logjikën e tij në punë, wallahi do të kuptoj se çdo krijesë, nga më e madhja deri tek më e vogla, e kanë qëllimin e tyre. Po të shoh njeriu universin që është krijuar në këtë mënyrë kaq të bukur, diellin dhe hënën, yjet, galaktikat, qiellin, tokën, kafshët, insektet, shpendët dhe gjitha krijesat e tjera, do të kuptoj se gjitha këto nuk kanë ardhur kot, e kanë një qëllim. Madje edhe gjilpëra e ka një qëllim të saj, e ka një punë të saj, që e bën një punë. Po njeriu që ka logjik, as ka një qëllim, subhanallah. Padyshim që ka një qëllim, dhe qëllimi kryesor është me adhuru Allahun te bareke ve teala. Aq më tepër të mendoj njëri I cili thot, besojmë se ka një Zot, besojmë se na ka krijuar një Zot I vetëm, për gjithë është një Zot. Sidomos kur kjo fjalë del nga ky person, pra që thot nuk kemi qëllim këtë botë. Thjesht kemi ardhur ta zbukurojmë këtë botë, kemi ardhur të punojmë, kemi ardhur të dëfrehemi, të luajmë, të argëtohemi, por nuk kemi një qëllim. Pra nuk adhurimet janë thjesht kot. Pra nuk e pranon këtë gjë, edhe pse pranon që ka një Zot. Kjo është më rënd, sepse ky domethënë e akuzon Allahun, krijuesin e gjithësisë, sikur Allahu krijon kot, ndërkohë që Allahu kot nuk krijon asgjë. Pra e pranon që ti o Allah, gjithë këto krijesa madhështore, gjigande, I ke krijuar me një qëllim, por mua më ke krijuar pa qëllim. S'kam një qëllim se kam marrë këtë botë. Subhanallahu, ky njeri është akoma më I rëndë se ato të tjerë. Pse? Se ai pranon që ka një Zot. Ndryshe nga që se pranon që ka një Zot. Ai është më I ulët se kafsha. Ai është më I ulët se bakdia. Por edhe ky që thot se nuk kemi qëllim, por e pranon që ka një Zot, edhe ky është në grad me këta, por pak më I lartë. Ama ky është më I ulët në kuptimin se e pranon që ka një krijues. Ky Allahu ka krijuar thot, se nuk mundem të krijojmë vetëm nga hiçi. Nga një pik ujë I fllihur nuk mund të krijojmë nga hiçi. Atëherë më krijon Allahu. Po mirë, ti që pranon që Allahu krijoka nga hiçi, nuk e pranon që Allahu të ka urdhëruar me diçka që është adhurimi I tij. Prandaj nëse njeriu nuk e pranon që Allahu e ka krijuar për të adhuruar atë dhe mendon se ka ardhur kot, padyshim se është ulur në një grad shumë të ulët. Ka rënë në një grad shumë të poshtër, më poshtë se kafsha, Allahu na ruaj. Allahu më dhuron thotë në Kur'an famlar, duke sfiduar njerëzit dhe duke I ngrit nga gjumi letargjik që janë futur njerëzit. Duke I kthjelluar, duke I thirrur o njerëz, thirrni mendjes. E fa hasibtum annama khalaqnakum abatha? A mos vallë po mendoni se ju kemi krijuar kot, pa qëllim, pa arsye? Wa annakum ilayna la turja'un? Dhe se nuk do të ktheni tek ne për të gjykuar për veprat që ju bëni, qoftë të mira apo të këqija? Fa ta'ala Allahu al-Malikul Haq. I lartë është Allahu, sundimtari I vërtet. Nga çdo gjë që mendoni ju, nga këto gjëra të kota që I mendoni, I lartë është Allahu. S'mund bëj Allahu diçka të kot. Nuk mund Allahu të krijojë diçka të kot pa një qëllim. Se është I lartë Allahu, është I largët nga mangësit, nuk ka mangësi Allahu, është I pastër nga mangësit Allahu te baraka ve teala. La ilaha illa hu. Thot Allahu I madhruar, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Atij. Përveç Allahu te baraka ve teala, ai është Zoti I fronit madhështor. Pra Allahu po thot, nuk të kam krijuar kot dhe mos e mendo kur këtë gjë, dhe dije se nuk e takon Allahu dhe madhështisë së Tij me kriju diçka kot. Prandaj dhe në fund e përmbyll, nuk I takon adhurimi as kujt tjetër përveç Allahut. Pra nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, që do të thot, pasi e kupton që nuk e krijuar kot, pasi e kupton që Allahu është krijuesi jot, pasi e kupton që nuk e krijuar kot, dhe se Allahu nuk krijon kot, atë duhet pranosh që Allahu e meriton adhurimin. Atë çfarë po pret? Adhuroj Allahun që në mënyrë që të mos të zej vdekja, duke qenë ateist, duke qenë mushrik, idhujtar, duke qenë I ndonjë fe tjetër, por kthjellohu dhe ktheu fesë së vërtet,
fesë islame, fesë që ka zbritur Allahu te baraka ve teala dhe fesë që vetëm këtë fe pranon Allahu te baraka ve teala, ktheu Allahut në mënyrë që të fitosh xhenetin, xhenet të cilin i cili është origjina e çdo besimtari, origjina e çdo kujt prej nesh, është xheneti, sepse Ademi alayhis salam ishte në xhenet dhe doli nga xheneti për shkak të gjunaut, prandaj kthjellohu o vlla dhe o ti motër dhe mos vazhdo në këtë devijim që je. Elus Allahun e madhruar që Allahu të na udhëzojë në rrugën e tij të drejtë dhe Allahu i madhruar t'i kthjellojë njerëzit në rrugën e tij të drejtë dhe elus Allahun e madhruar të na falë dhe të na mëshirojë dhe na mundsoj të hyjmë në xhenetet e tij të larta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.